Rikthehemi në studio, zhvendosim një pamje drejt për drejta në rrugët e kryeqytetit. Komunikim do të kemi edhe Eldin nga Taksi Lux Albania për të parë pak situatën me lëvizjen e mjeteve. Dita djeshme fakt ishte e vështirë, sot ndoshta mund të ketë pak në ndryshim, edhe fakti se është e martë, pra nuk është fillimi i javës, por dhe nuk kishte arreshe shiu në orët e parë të mëngjesit. Eldi, mirëmëngjes, të përshëndes, këto janë edhe pamjet që shohim nga zonat dhe segmentet ndryshme që ka ngurxhe lëvizje. Këtu jemi tek zona i stacionit të trenit. Eldi, përshëndetje. Përshëndetje, Andri, mirëmëngjes, uroj ti të parë në mundësinë më të shpejtë për të rritur me sinjalin. Kemi ditë pozitive sot, kaptojmë një ditë jo problematike, paktën nuk është të rregull ditës djeshme e lëvizja, por momenti dy akte kryesore kanë intensitet të ulët, është rruga e Kavajës, kombinat Pallat Meshira, trafiku lehtë, më pas ajo që na intereson më shumë për qeto që na ndihnin zona Stirit, Gjykat, edhe për të lidhur me qeshin e Shqiponjës dhe kundërta, për momentin nuk ka trafik, qarkullon pa probleme, edhe rruga Durrësit sot ka intensitet ulët, kthesa Kamzës, edhe Durrës Tiranë me numër shumë pak mjetesh që po qarkulloj, besoj do ta kemi edhe sinjalin aktualisht. Për momentin Andi kemi rrugën e Elbasanit, nuk ka filluar akoma trafiku dhe kjo është një gjë shumë e mirë për momentin që ky akt kryesor deri në rrugën George Bush, për momentin na jep mundësinë të qarkullojmë pa trafik. Po ashtu dhe Lana nuk ka filluar lëvizja, me pak fluks të lehtë trafiku bulevardi Zhandark nga gjykata Apelit deri te kryqëzimi rrugës së Elbasanit, edhe këtu situata për jo se ka trafik të rënduar, i qarkullueshëm, i lëvizshëm trafiku, por nuk ka krijuar problematika. Kështu që dhe farmacia 10, unë jam tek dispanseria tani po t'i vijoj në rrugën Siri Kodra dhe këtu situata që kalueshëm pa probleme, dhe si të trela me pak situatë trafiku. Jo më shumë 50.000 mjetë jemi në qarkullim, një numër shumë i ulët për ditën që jemi, sepse Marta dhe Ena dhe Marta janë ditët më të përqendruara trafiku Landi dhe besoj dhe besoj dhe bi 70% deri 80% e Tiranës qarkullon pa probleme. Ja, e kemi sinjalit e rruga Siri Kodra, shikohet që kryqëzimi është shumë i qarkullueshëm. Andi janë po devijoj Majtas, situata është e qetë dhe pa probleme. Kështu që 10.000 mjetë në qarkullim është një numër shumë i pak që ka dita e martë sot, besoj ndryshimet vogla mund të ketë lidhja dy, sepse duket që lëvizja më shumë e madhe përqendrohet në mëngjes herët, në këto momente dhe hapësira duke qenë e tillë na jep mundësinë që mund të kemi ndryshime të vogla vetëm lidhjen e tij. Mirë, Eldi, të falenderoj për momentin edhe me interes dhe me kënaqësi do të dëgjojmë sërish rreth orës 8:30.